Kur mos t'i ruani vezët në derën e frigoriferit, ja pse. Vezët janë të lira, të shëndetshme dhe të thjeshta për përgatitje, por gjatë verës megjithatë duhet të keni kujdes që ato të jenë të freskëta dhe të shëndetshme. Ne po ju stillim disa këshilla lidhur me ruajtjen, pastrimin dhe përgatitjen e tyre. Para se t'i blini, hapeni ambalazhin e kartonit dhe kontrolloni nëse janë të ndotura të tëra. Në frigorifer mbajini në ambalazhin e tyre origjinal. Ruajini në njërin nga raftet e frigoriferit aty ku është më ftohtë dhe jo pikërisht në derën e tij, ku më së shpeshti gjenden edhe vendet e caktuara për vezë dhe ku temperatura është më e lartë se në cilin do raf tjetër. Duke qenë se dera do të hapet vazhdimisht, kjo do të çojë në prishjen e vezëve, prandaj duhet që t'i ruani ato në një vend sa më të freskët.